mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi dhe ditë mbarë. Faleminderit, ditë mbarë për ju. Po, ju dëgjoj me kënaqësi. Jam një qytetar nga Fushkruja. Po. Sa kam dalë tani në pension, Po. edhe more 60.000 lekë të vjetra. Pension 60.000 lekë të vjetra? Po. I thonë 13 vite punë. 13 vite punë, pak i bie. Po çfarë kategorie pensioni është? Invaliditeti, familjar, rural, nuk besoj invaliditeti. Pension normal. Pension normal. Urban i pjesshëm. Në qytet, urban i pjesshëm. Po. 8.000 lekë të vjetra do t'jetë rritje, ose 800 lekë për ju, nëse futet e urban i pjesshëm. Po, ka mallin e ti, po, ka mallin tjetër. Ma thuaj. Vitet e tjera që unë kam punu, vitet e tjera që kam punu në Greqi. Si mund të zgjidhet këtë problem? Kuptoj, këtu pastaj duhet kjo marrëveshje që me Italinë po bëhet dhe thuhet që po punohet edhe për Greqinë. Kur, sa vite, sa të presim? Të drejt ke. Keni shumë vite punë në Greqi? Po janë ja 15 vite punë. Po 15, mashallah, më shumë se këto 13 për cilat ke dalë. Se dhe me 60.000 lekë vjetra pension. Me kupton, 60.000 lekë ditë që murun, atë dalin të në ditë? Jo në ditë, jo në muaj e ke, se të kesh 60.000 lekë në ditë. Po mi 60.000 lekë është një merkam dite. Për një punëtor tjerë. Po, e qartë. Mirë se të shpresojmë shumë që të finalizohet për të përfundojë edhe në një marrëveshje me Greqinë për njohjen e viteve të punës edhe kontributeve, edhe ju të keni mas pensioni edhe më të madhe. Qeveria thotë që jemi... Po të kuptoj pra, qeveria thotë që po negociojmë, po e zgjidhim me Italinë, të zgjidhim me Greqinë. Po ka hikë presion, këtë në të qëmë me Greqinë. Jetë gjatë të kesh, jetë gjatë. Faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën, ditë të mbarë. Do ishte mirë po të dy në këtë moment nuk e zgjidhim dot këtë çështje.